Tani që aeroporti po i afrohet fundit, janë prish pazaret. Tani si do t'i ndajmë? Dhe tani ka shpërthyë aty një grinje brendshme. Por mos më intereson grinje aty. Kategorikisht, absolutisht. Po më intereson një gjë tjetër shumë. Që është jashtëzakonisht e rëndë. Inxhinieri supervizues i pistës ja ka mbathur ashtaratist në Britaninë e Madhe. Dhe burime serioze më thonë mua që asfalti dhe pista janë jashtë të gjitha standardeve. Kombëtare dhe ndërkombëtare. Ndaj dhe supervizori është aratisur. Është në Londër. Njeriu që ka përgjegjësi për çdo centimetër katror të cilësisë në atë pistë. Kjo përveç vjedhjeve të mëdha, kjo ka dhe një problem madhor, siguria e jetës njerëzish. Ju e dini që unë kam qenë kundër ndërtimit të atij aeroporti, të cilën Lubia e servirte më të madhe si më i madhi në Ballkan. Më i madhi në Ballkan me krenari të madhe, se zori madh të shtrosh një pistë. Më i madhi në Ballkan. Më i madhi në Ballkan në një zonë ku aktualisht nuk janë më shumë se 18.000 shtretër. Nga të cilët, si që dini, si që jemi dishmitar të gjithë, 2 vit të fundit, mbi 80% e tyre zihen nga shqiptarë. Jo të huaj. Jo të huaj. E vërteta është kjo. Me gjithë magjin, magjepse dhe mahnin që paraqet Bregu i Jonit, nuk arriti të bëhet një atraksion, dhe një artikujt, shifri flukset, nuk arriti, dhe ka arsye shumë të thella. Pse? Nuk arriti të bëhet një atraksion për turistët e huaj. Jo. Jo. Shifrat flasin vetë. Pamjet filmike dhe të këtij vitit kaluar flasin vetë. As kërkum, në asnjë lloj parametri, një aeroport aty nuk qëndron. Po, qëndron të plotësisht një aeroport i vogël në Sarandë. Ka qenë pista gati, ose qëndron të plotësisht një aeroport në zonën midis Firit dhe Vlorës, zonën të cilën përfshinte Beratin, Gjirokastrën, përfshinte të gjithë jugun. Dhe jo vetëm Bregun. Por këto janë njëri aspekt. Aspekti më dramatik i këtij aeroporti është shkatrimi i lagunës Narts. Shkatrimi i lagunës Narts